Ndodhem në parkun fotovoltaik në Karavasta. Parku i ndërtuar nga kompania e ekselencës franceze Voltalia. Parku më i madh fotovoltaik në Ballkan dhe mbi të gjitha, çmimi rekord më i ulët që vetëm Shqipëria mund të arrinte, 9,25 euro për megavator. Por të gjitha këto nuk kanë shumë rëndësi. Rëndësi ka që sot sektori energjetik shqiptar prodhon 10% të totalit të prodhimit të tij, të fuqisë instaluar nga pashët fotovoltaike, krahasuar me zero që prodhonte në vitin 2013. Dhe synimi ynë është që në vitin 2030 të prodhojmë 30% të produktit vendas në energjinë elektrike nga pashët fotovoltaike. Kompani të mëdha nga e gjithë Europa kanë ardhur këtu në Shqipëri dhe kanë treguar besim tek qeveria shqiptare për të investuar në tokën shqiptare dhe për të prodhuar energjinë. Energji të rinovueshme, ashtu siç ne kemi prodhuar dhe nga hidrocentrale. Por nëse sot do të kemi një vit të thatë përpara, ashtu siç duket që të jetë viti 2025, nuk jemi më as në anktin dhe as në frikën e dikushme për ekspozimin në çmimet e importit. Pasi sot ne prodhojmë nga energjia solare, duke bërë kështu një miks të rëndësishëm midis prodhimit të energjisë së rinovueshme nga hidrocentralet tona dhe energjisë së rinovueshme nga paqet tona fotovoltaike. Kjo është strategjia kombëtare e energjisë, kjo është strategjia kombëtare që do të bëjë Shqipërinë në vitin 2030 të jetë një vend eksportues neto. Kjo është strategjia kombëtare e energjisë që nxjerrë vendin nga errësira që trashëguam në 2013. Kjo është strategjia kombëtare e energjisë e cila arriti të ulë çmimin për herë të parë me 10,5% për 1.070.000 abonentë familjarë. Kjo është energjia së ardhmes, energjia Shqipërisë Europiane.